Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala thumma amma ba'd. Ndëruar vëllezër, selamu alejkum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Po rikthehemi prapë me takimet ditës martë, pas një pauze paksa të gjatë për shkak të muajit të bekuar të Ramazanit dhe gjendjes së tij. Po rikthehemi tash me ligjëratat tona të zakonshme ose të përjavshme, ditën e martë pas akşamit dhe ditën e diel pas dreke. Të martën pas akşamit pra është me orën verore, pra pas ndryshimit të orës, është më e përshtatshme që kjo ligjëratë mbahet pas akşamit. Allahu Azza wa Jalla na dhashtë bereqet, na dhashtë një jetë të mirë, të pastër. Allah e boft këto takime dhe këto derse, këto ligjërata të dobishme për neve në këtë botë dhe në botën tjetër. Qoftë ky një ibadet që Allah Azza wa Jalla do të na ngrit në të në këtë dynja dhe në ditën e gjykimit. Yarfa Allahu alladhina amanu walladhina utul ilma minkum. Allahu i ngrit ata që kanë besu, por i ngrit edhe më shumë ata të cilët ju është dhënë dije, pra kanë mësu. Dhe njeriu sot mëson të dashur besimtar ngritet sepse mëson për fe dhe pastaj din më mirë me praktiku fen. Më mirë me krye ato që kërkohet, më mirë më rujt nga ajo që ndalohet e kështu me radhë. Në veçanti të dashur vëllezër, nevoja për këto derse, këto këshilla, këto ligjërata është hala më e madhe në kohën e sotit. Kur e keqja është përhap gjithandej dhe janë sprovu edhe besimtarët, edhe ata të xhamijave, edhe ata që edhe familjet që janë të devotshme, ndoshta rrezikohen nga gjithë ajo propagandë e madhe që ka po bëhet, që ka po përhapet nëpër media, nëpër rrjetet sociale. Padyshim se edhe besimtarët po kanë qasje në to. Ndaj mënyra më mirë që besimtari me rujt veten e tij, me rujt dinin e tij, me rujt familjen e tij, është dija, përmes dijes, përmes mësimit. Dhe mënyra më e lehtë për më bë prej dhe gjahit e tjerëve është ignoranca, xhahiljeti. Ai që din e ka shumë lehtë, dhe ai që nuk din e ka shumë vështirë më rujt. Sepse ai që din kur me fol, e din kur mos me fol, e din çka me shiqu, e din çka mos me shiqu. Kurse ai që nuk din bëhet bjen prej tashatëmeve, dezinformatave, gjykimeve të gabuara kështu me radhë. Fatkeqësisht interesimi për ligjërata të tilla është i vogël, apo e shohim tash vëllezër, me mujt edhe hutben ne këshin bove qarabisht. Me mujt që është të pedojnë shumica e popullit, sepse jeta është dinamike, sa më shpejt hoq, sa më shkurt hoq. Mirë, po kjo pastaj po prodhon besimtar që nuk e njohin fenë e tyre. Pastaj vëllezër, nuk mësohet feja përmes rrjeteve sociale, nuk mësohet feja prej Facebookut, nuk mësohet feja prej Viberit e WhatsAppit. Nuk mësohet. As me ka 2-3 minuta këshilla nuk mësohet feja. E mundet me qenë një këshill momenti për me të nxit, për me dalë mirë, për me mësu fejnë duhet me ul para hoxhës, me sahat të tërë, me ditë të tëra, ndryshe mësohet feja. Wallahi nuk mësohet feja. 23 vite është zbrit Kurani. 23 vite. Kesh mujt me zbrit për më njëherë. Ka da i këshkon mirë, pa Allah Azza ka dasht me tregu se të hëtë
duhet të dal nga dal me mësu gjanat si pas nevojeve së dhe si pas mundësisë dhe agjendës që ka besimtar. Do shumë dëzër, kjo tema jo nëse kjo legjerata jo në seri legjeratave të ditës së martë, është ka një titull të madh, rruga e udhëzimit dhe pastrimi nga mbetjet e ignorancës, ose dhe pastrimi mbetjeve të ignorancës. Pra, rruga e udhëzimit, qysh mu udhëzu, kjo pjesë e dy dënë na të regon që fillimisht duhet plagën me shëru. Nëse shkon të mjeku për ndonjë kurim, ke pas dhe një të lashe, kine një të lashe, asfali duhet me dezinfektu, duhet me shëru, duhet me pastru venin, nëse dhe infuzion nëse të jep, ta pastron, sepse ndryshe nuk mundet me ndiku. Andaj do shpëzër pjesa e parë të legjeratave, dhe kjo është takimi ose legjerata 14 me radhë, është disa mbetje të ignorancës ose vepra jo të mira që besimtarët i bëjnë me dije ose pa dije, dikush ma shumë e dikush ma pak. Po flasë ose kam për qëllim edhe besimtarët që janë ma praktikantë, të cilët mendojnë dhe mundohen me praktiku filme gjithat, ende s'kemi mujt me pastru vetën sa duhet dhe me largu këto të lashe dhe këto sëmundje dhe është dëzër, këto sëmundje që në kanë kaplu. E dikon e kanë godit ma tefer, e dikon ma pak. Aq më shumë që besimtari pastrohet, rregullohet, ruhet për tyre, aq më i fortë është. Dhe aq më shumë që është i goditur për tyre, aq më i dobët është. Sot të dashur vëllezër kam përzgjedhur një temë jashtëzakonisht të rëndësishme. Shumë të rëndësishme. Të rëndësishme dhe të rrezikshme po ashtu. Për të gjithë pa përjashtim. Madje kjo temë është e rëndësishme, shumë e rëndësishme edhe për thirrsat, edhe për hoxhallarët dhe jo vetëm. S'po flas për besimtarët. Besimtarët e rëndot. Tema quhet guximi për të dhënë fetva. Guximi për të dhënë fetva. Këtu kryesisht bëhet fjalë për ata që dinë. Për ata që dinë për fe, kanë njohuri, por që ata duhet me pas kujdes mos me nxitu për me folë për fe. E s'po flasëm për ata që s'din, ose din shumë pak, ose nuk din kur gjohesh për fe. Por, fatkeqësisht, i gjenë duke folë për fe, e duke analizu për fe, e duke marrë pjesë në forume, në debate, në emisione, në takime, dhe flasin për fe, gjykojnë për fe, analizojnë fe, e kallëzojnë çka është mirë, kallëzojnë çka bën, kallëzojnë çka s'bën kështu më radhë. E tema shumë e rëndësishme të dashur vëllezër. Në kohën e sotme në veçanti është e përhapur shumë pra në mesin e besimtarëve, ndoshta të kaluarën tonë, pleqë tonë, kanë qenë më të kujdesshëm. Nuk kanë folë shumë për fe, s'kanë dhënë fetva. Po thot hoxha, ka thonë hoxha, që të jenalë. Kurse ja sot ka ndryshu situata. Sot ka shumë të ditur, shumë për dinë, ndjem tri, sot fillon më falë, sot janë nisë me të kallëzu ders. Sot, e kanë një hadith dikon, sot ja thot ti e kështu. Ose filoni e kështu, ose filon hoxha kështu, ose filon shteti kështu. Pra gjykime, fetva, analiza, për feje, që është do të me vepru, që është do të një aboj, kush e ka mirë, e kush se ka keq, e qka është mirë, e qka është keq, e qka është bidat, e qka është kufër, e qka është sevap. E ma djetë disa kanë shku për tej duke thonë që ja, kjo është traditë e arabëve, ja, kjo është së shkurgjo, ja, na jena në shqiptar, ja, shamia është traditë e arabëve, ja, mjekra është e arabëve, e kështë me radhë, pra është përzi që dhe po folin ma shumë ata që nuk dinë se
se sa ata që din. Atë dy parë do të me qenë ose është janë për qëllim në këtë temë. Keni me po të shëllëzër nga argumentet ose fjallët e djetarëve, do të kuptojmë se sa do të me qenë i kujdesshëm për me dhanë fetva edhe ai që din, sa ai që s'din. Ai s'bë me folë heq, amo heq nuk bë me folë. Sepse rreziku të shëllëzër është shumë i madh. Mëkati është shumë i madh. Gjunahi është shumë i madh. Ka thonë profeti alayhi salatu wassalam, fetaria më mirë është el-warr. Fetaria më mirë juve është el-warr. El-warr çka i bën? El-warr është me qenë kujdesshëm. Me qenë kujdesshëm, mos me te i kalu kufit. Mi rujt haramit, mi rujt me shkel ato ku Allah azza xal nuk të ka dhënë kompetenca, nuk je të drejtë. Kanë thonë disa prej selefit dashurëzër muslimanëve të parë. Braktisja, lania e një gjashtës dirhamit, e kanë qëjtë qështu një farë emni ka, të haramit është më dashur për mu se sa 500 haxha me i kry. Subhanallah. Pra ma qef kom, mos me ronë haram qoftë edhe sa grimca, mos me hangër, mos me fol, ato që zbën që Zoti i hidhërohet, se sa 500 haxha me i kry në file. Qa është ja nuk është e letë. Pse e falë namazin kjo s'tjep të drejt me folë për fejnë se s'dim. Pse ke shku në haqë, s'do me thonë të ashtë me dhonë fëtfa për fejnë. Dhe mi ka dzu njerëz e kjo bën e kjo s'bën. Ose me do në vend të madh tash, në ashtat moshe t'jep përparsi, por s'tjep përparsi me folë ato ku nuk i kompetenca. Ose pjesëmarrje në ndonjë ders të ndonjë hoxhe, ose leximin i libri, ose mësimi disa jetëve të Kur'anit. Keni me pa vëllezër nga praktikat e sahabëve, se do të me qenë shumë, qysh kanë qenë ata të kujdesshëm, kush kanë qenë sahabët? Andaj dashur për këtë çardhje, sot në mesin e besimtarëve është jashtëzakonisht një guxim i tepruar me folë për fe, me dhonë opinione për fe, me kallëzu çka bën dhe çka s'bën, dhe çka mendon, dhe me bë analiza për çështje të ummetit. Kush je ti? Kush ta ka dhënë atë drejt, kush ta ka dhënë atë kompetencë? Po hesht filon dietari, filon alimi që ka kry, ju ka thi flokët e mjekra, mi libra. S'po flet, kurse del në një xhamatli i thjesht, atje thotë jo, këta s'po kuzojnë, unë po kuzoj, mashallah te barakallah. Këta s'po kuzojnë me fol, ose filoni s'po kuzojnë, te po kuzojnë. Është një guxim i tepruar, dhe shumë i rrezikshëm për me dhanë fetva dhe me folë për fe. Edhe për njerëzve që s'dinë, edhe haber me fe s'ka. Edhe në mesin në besimtarët të rëndëmët. Nije me hinë muhabet, me ta të qoften, për eshet e Ramazanin, qoften, po në thët, s'ki nevoj ti me shku në gjami, s'ban me shku në gjumo, do të ja punën në qoften, jo më Allah, mëse mërë në qofë kërkën. Mëse mërë në qofë kërkën. Ka qashtë do shëndës që ka thonë djetarët, me ja paracit, ose me ja pa paracit Omerit, radiallahu anhu. Ja emir el mu'min, kush o konë Omeri, që disa herë ka zërit e shpalja, wahje, në përputhje me mendimet e Omerit, disa raste. Ka thonë djetarët disa qashtë që ndodhin sot, që disa me lehtësi, thëjnë, qështu, ban, zban, haram, halal, me lehtësi. Thonë Omeri kishtë të buë burra që kanë marrë pjesë luftën e Bedrit, pra ata sahabët e mëdhej,
çka për ja marrë mendja çysh është fetvoja, dhe çysh me vendos. Allahu na përmirësoft. Ka qenë cilësi tash vëllazër, cilësi virtyt e besimtarëve të parë, kujdesi i madh, jashtëzakonisht i madh në dhënien e fetvas. Shumë kanë qenë kujdesshëm. Dhe nuk kanë fol veç kur s'kam pas rrugdolje. Nëse në menanën qytet, o shkon në i hujt që ka dit pak ma shumë, s'kan pas shansat ta me fol, ja, shka vete filonin. Sot veç a vjen mundësia, ma ndje s'pret hiq me vetë kërkush, një ndishka që ka ndodhë, ndo një ndodhi, pa e pyt kërkush, shkruan atje opinionin, unë e mendoj kështu, në Facebook. Kush jetë e më në dojnë dhe me mendu? Kush jetë ti me mendu? Kjo nuk është për me në nëshmu aftësit e askuj, por në qashtit fes, që ti duhet me në nëshkru se Zoti po thot halal ose haram që tu ka talë. Se për qashtit dënjallëkut, falë sa dush. As tu nuk duhet me qenë i kudrëshë me folë kur s'ki kompetencë, po me gjithat, se cilin e lamin e vetë, por në qashtit fes, thonë halal, haram, së shkurgjo, shlirë punoj e këto, në qaftem e këto, bidat, qafer, kështu, të janë të rëzishme. Të janë të rëzishme të tashur nëzër. Andaj sot, fatkesisht, gjenë shumë besimtarë, në veçanti djemë të ri, të cilët janë sprovu me këtë sëmundje, me dhanë fetfa, e me gjyku, e me para gjyku, me etiketu, e me kështu më radhë. Dhe po ashtu të tjerë, ndoshta ka njëherë për me arsëtu ato dëpsit e veta, me thonë që kjesë është kur gjohë, këtu nuk prish punë kështu më radhë. Dhe kështu nuk ka qenë dashur lëzër, nuk kanë qenë të parë tonë. Nëse shiqojmë sahabët e Profetit alayhi salatu wassalam, nuk kanë dhënë fatva nëse në mesin e tyre ka qenë dikush më i ditur, s'ka pas shansa. Tha njëri prej dietarëve, tabiinëve, i cili thot i kam taku 120 ansar, sahabe. Dhe është pyet, kanë qenë mezhlis 120 burra sahabe që kanë jetu me profetin alayhis salam. Tash llogarit çfarë burra, çfarë gjenerate kanë qenë ata. Dhe sot të ditur kanë qenë ata për fe. Atyre ka zbrit shpalla. Burra që kanë jetu me profetin alayhis salam. Thot i kam rrin 120 për i tyre kanë qenë dhe është pyet, dikush ka bo një pyetje. Thot se cili, thaj ke ky përgjegjet, ja tjetri, ja që ky, 120 vetë, u kthej ke pyetja te i pori, kërkush se merr ke përgjithsin me fol. Sot, s'përetish me ordrani. Thot unë e hojë mendoj qështu. Ose ka një hojë të madhë në qytete, në venin tonë, në komunën tonë, ka një 2-3 hoxhallar të mëdhej, që kanë dije, që kanë takollëk, lejo që atyne. Kështu kanë qenë sahabët ashtë vëzër. Kështu kanë qenë sahabët. Allah në përmisoft ja Rabbil Alamin. Kur i është paraqit në një çështje, nuk kanë folë nëse në mesin e tyre ka qenë dikush që ka mujtë me folë. Hecë se ka marrë përgjithësi. Sepse të shëllëzë përgjithësia për me folë për feje, dënë të thot
që ti me thonë ato që Zoti ka kërku. E me bërë unë atë mos më ja qëllu, atëherë është bela e madhe të ndëruar vëllezër besimtar. Thot njëri prej dietarëve e kam përcjell ose e kam shoqëru Ibn Omerin, djalin e Omerit, 34 muaj. Shumë herë thot që është pyet për mesele të fesë, ka thonë la edri. Nuk e di. Sa në dalë namaz gjumos, mi pyet xhamatin që dalin prej xhamisë, që jam mëna për një 90% vakit japin fatva. Po, ja mos është gojle. Ibn Omerin, djalin e Omerit, e kam shoqëru 34 muaj, bën gati 3 vite. Thot shumë prej rasteve që është pyet çështje caktuar, ka thonë la edri. Se di. Nuk është marrë me thonë nuk e di. Është marrë dhe më katë me folë pa dije. Allahu na ruaj Rabbul Alamin. Omer radiallahu anhu dashur vëllezër, e ka thonë një fjalë që disa e kanë transmetuar si hadith. E cila fjalë na kallëzon për rrezikun e të dhënit fatva. Ajra'ukum 'ala al-fatwa, ajra'ukum 'ala an-nar. Dëgjoni mirë. Me i guximshmi për jush për me dhënë fatva është me i guximshmi ose me i mundshmi për zjarr xhenemit, Allahu na ruaj. Ai që nxiton me dhënë fatva rrezikon shumë që mund të shku për e gjanë në xhenemit. Andaj do të me pasë kujdes. Kurse Ibn Mesudi pashtu sahabi dashur vëllezër i madh, wallahi thot, inna alladhi yufti an-nas fi kulli ma yastaftunahu la majnun. Pasha Allahun. Abdullah ibn Mesudi, sahabi i madh, po betohet, pasha Allahun, ai i cili u përgjigjet njerëzve çdo pyetje që ata e pyesin, ai nuk është në rregull. S'është në rregull. Sepse është e pamundur këtë vëllezër që njëri me përtheku krejt fen. Kjo nuk do të thotë që në ato çështje që i din hoxha dhe dietari mos me fol me mshefi. Jo, mirë po, mos me fol pa qenë sigurt. Kurse Said ibn Musayyib prej tabeinëve të vjetër dashur vëllezër thot la yakadu yufti wala yaqul ka qenë domethënë edhe ka qenë prej tabeinëve të mëdhej dhe të ditur shumë pak ka dhënë fatva. Dhe sa orë që ka dhënë, ose para se me dhënë fatva, kanë yaqul Allahumma sallimni, o Zot, pështam. Pra pështam për xhenemin. Sepse tash me fatvan tonë njerëz kanë me vepru. Është e lehtë me thonë njerëzve ne nuk është kur gjao krediti, nuk është kur gjao kjo, nuk është kur gjao kjo. Përgjegjësia e madhe është kjo. Edhe me këtë kur dalin në media, rrjetet sociale ose në televizion edhe folin për fe. Dhe analizojnë gjëra, japin fatva, japin mendime, japin opinione kështu me radhë. Ebu Hanife rahimahullahu ta'ala dashur vëllezër, përkundër që ka qenë orator i madh, dietar i prehet, transmetohet shumë raste kur është përgjigjme nuk e di. Madje ka thonë që duhet me ndalu ose duhet me ndalu me dhanë fatva atij që nuk din dhe e bën fen hajgare. Duhet me ndalu. Sepse njerëzit më ndëgjojnë lloj hoxhe, lloj mendimtare.
të dalë në televizion, e të dalë në Facebook, e të dhanë fatva. Dhe kjo po shkakton pastaj huti në mesin e njerëzve, në mesin e besimtarëve, jo disa bën, disa s'bën kështu më radhë. Ndaj Abu Hanifa rahimahullahu taala thotë që duhet më ndalu atyre të cilët nuk e kanë zanatë këtë punë, nuk kanë dije. Madje ka thonë laula al-khawfu min Allah an yadi'a al-ilm, sikur të mos kisha frikën që kom me humb dija, s'kisha një përgjegj as kojna në pyetje. Subhanallah. Kush ka thonë kështu? Abu Hanifa. Sikur të mos kisha frikë që kom me humb dija, nëse s'flas, njerëzit kanë me harru meselën. Hes kisha më përgjegj. Është përgjegjësi të dashur. Është përgjegjësi jashtëzakonisht e madhe. Imam Malik rahimahullahu taala ka thonë një fjalë jashtëzakonisht të madhe dashur. Ka thonë kush pyetet për një çështje, ai duhet që para se të përgjigjet ta llogarit xhenetin dhe xhehenemin. Nuk ka lojë këtu. Para se kush pyetjet, veç duhet me pas parasysh që me fetvën tonë, me mendimin tonë ti mundesh më bë sebeb. Nëse bësh për mirë, me fitu xhenetin, por unë Zot mundesh edhe me fitu Allahu na ruajt edhe xhehenemin. Dhe ka me pas kujdes. Është pyet një herë, ka thonë nuk e di. S'kam përgjigje. Madje ka ardhur njëri kanë ardhur disa nxënësa prej Andalusit, me mira kilometra. Dhe i kanë pas ofër 20 çështje, mesele. Kanë kërku mendim. Në 36 prej tyre ka thonë la adri, nuk e di. Këtë kështë Imam Maliku. Imam Maliku prej dietarëve më eminent të hadithit dhe të fikut. Njëri prej mësuesve ose prizat e 4 mëdhëbeve, mëdhëbet Maliki. Ka qenë hoxh dhe dietar në xhaminë e Profetit alayhi salatu wasalam. Prej Andalusit, prej Spanjës sot ku është. Kanë shku njerëz me pyet. I kanë pasur 40 çështje mesele dhe pe pyesin, çka thu për çeto? Se di. Çka thu për çeto? Se di. 36 është përgjigj, s'kam mendim. S'kam përgjigje. Ka thonë oj mon, o hoxh. Po na kanë ardhur prej Andalusit Allah. Çka më thon tash njerëzve ku të kthehun? Këna pyet kush është njëri më i ditur në fytyrë tokës, si tash ka thënë Imam Maliku. Dhe këna ardhur prej atij për me marr mendimin. Çka më thon kur të kthehun? Ka thonë thuni ju aty në njerëzve aty në besimtarëve, pa thotë Imam Maliku që to nuk i di. Krye puna. Ata kanë pas shumë ditë dashur. Kjo nuk është akuzë për ata që s'kanë, ta kanë ditë shumë dhe kanë pas dije shumë, mirë po në çështjet fesë nuk kanë fol, nëse kanë pas dyshim, pa qenë sigurt. S'kanë fol. Nuk jenë ngut. Madje njëri për nxënësve hadithat e Imam Maliku, kur është pyet për ndonjë çështje disa herë, është nale, ka mendu, pastaj ka fol. Ona për misot ja Rabbul Alamin. Sot nuk e kam vorin të përpara, nuk po di çka po bëhet, kështu që mirë shumë inshallah taala po e përfundojna me çikash, por do ta vazhdojmë edhe një pjesë javën e ardhshme. Sepse vërtet është temë shumë serioze, shumë serioze. Njerëzit në përgjithësi po flasin fusha pa dije. Vetë çelë mohabetin ku dush, edhe në koshgojle. Mirë po, në fe do të me kam shumë kujdesshëm.
shumë kujdesshëm. Hiç mos fol, hiç mos u përgjigj, sidomos se si e sigurt. Si e sigurt që ka thonë hoxha, ma mirë mos fol. Sepse merr dikon qaf, por e merr edhe veten qaf ditën e gjykimit, sepse thash njëherë me dhënë fatva, ose me fol për fe, ose me fol për çështje të fesë, se kjo bën, e kjo s'bën, e kjo është halal, e kjo është haram, e kjo është bidat, e kjo është ndelijuar, e kjo është ndaluar, e kjo s'është kur gjohë, kjo është kështu, i bjen që ti me nënshkru në emër të Allahut Azza wa Jall, për që ta është e vështirë. Për që ta është e vështirë, e profeti i Allahut Azza wa Jall, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shumë herë, kur e kanë pyet sahabët diçka, s'është përgjigj, derisa i ka zbrit shpallja. Priti ka thonë, derisa zbrit shpallja. Vedi kush diçka, thuj se di, ose kallëzoj ma vonë, ose vetë e filologjën e kështu me radhë. Allahu në mundsoft me mësua ato që është të dobishme në Rabbul Alamin dhe me praktikuar atë. Na ruajt prej asaj që nuk është e dobishme. Zoti ju shpërblet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.